Çështja lidhet me një pronë bujqësore të përfituar sipas ligjit 7501, për të cilën ekziston një vendim gjyqësor i formës së prerë, që urdhëron kthimin dhe regjistrimin e pronës në emër të familjes bujqësore, por që në praktik nuk zbatohet. Sepse gjatë kohës që çështja ishte ende në gjykim, prona është tjetërsuar dhe ky tjetërsim është mbajtur aktiv në regjistër nga ASHK Tiranë Rurale numër 2, e cila më pas e ka përdorur pikërisht këtë fakt për të mos zbatuar vendimin e gjykatës. Prona i përket familjes bujqësore të Petrit Bardhit dhe është dokumentuar që në vitin 91 me certifikat familjare ku figurojnë Sanie Bardhi, Alban Bardhi, Cezar Bardhi dhe Kumrie Bardhi, certifikat që shërben si bazë për përfitimin sipas ligjit 7501 dhe mbi të cilën gjykata ka ndërtuar vendimin e saj duke urdhëruar fshirjen e regjistrimeve të mëvonshme dhe regjistrimin e pronës në emër të familjes bujqësore. Gjatë viteve prona është regjistruar në emër të Qemal Bardhit dhe Fiqiri Bardhit, persona që nuk rezultojnë përfitues sipas ligjit 7501, çka ka sjell hapjen e procesit gjyqësor që është mbyllur me vendimin numër 4636, datë 25/5/2017 të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, vendimi i cili është lënë në fuqi nga gjykata e apelit më 20/11/2024, duke i dhënë çështjes formë të prerë dhe duke e bërë vendimin të detyrueshëm për zbatim. Një ditë përpara shpalljes së këtij vendimi përfundimtar më 19/11/2024, Qemal Bardhi dhe Fiqiri Bardhi kanë lidhur kontrata durimi dhe kanë kaluar pronat objekt gjykimit e djemtë e tyre, Bledi Qemal Bardhi dhe Denis Fiqiri Bardhi, duke kryer një tjetërsim brenda familjes gjatë gjykimit dhe pas një transaksion ekonomik real, veprim që ka ndryshuar pronarin vetëm në letra. Ky tjetërsim është regjistruar në kadastër dhe është mbajtur si gjendje juridike aktive, ndërkohë që pas zbardhjes së vendimit të apelit është paraqitur kërkesa për regjistrimin e vendimit gjyqësor, por ASHK Tiranë Rurale numër 2 ka kthyer përgjigje negative duke pranuar se pasuritë kanë psuar transaksione gjatë kohës së gjykimit dhe duke deklaruar se nuk mund të zbatojë vendimin sepse pronarët aktual në regjistër nuk kanë qenë palë në proces. Kjo përgjigje mban firmën e Drejtorisë Vendore ASHK Tiranë Rurale numër 2 dhe është e nënshkruar nga zonja Eni Sejdinaj, e cila në këtë rast ka marrë një vendim konkret administrativ që ka ndaluar zbatimin e një vendimi gjyqësor të formës së prerë, duke i dhënë efekt juridik një kontrate dhurimi të kryer gjatë gjykimit dhe duke e mbajtur atë mbi vendimin e gjykatës. Në praktik, ky veprim ka sjellë ndalimin e ekzekutimit të vendimit. Fakti konstatuar edhe nga përmbaruesi privat Shpëtim Allamani, i cili pasi ka nisur procedurat e ekzekutimit dhe ka hasur pengesën e krijuar nga tjetërsimi i regjistruar, e ka referuar çështjen e prokurorisë si pengesë e krijuar për zbatimin e drejtësisë. Në këtë pikë çështja nuk është më vetëm një konflikt pronësie, sepse gjykata ka vendosur, por një problem i rënd institucional që lidhet me rolin e ASHK Tiranë Rurale numër 2 në mbajtjen aktive të një tjetërsimi të kryer gjatë gjykimit dhe në ndalimin faktik të një vendimi të formës së prerë. Çka ngre pyetje të drejtë për drejta për mënyrën si janë marrë këto vendime dhe për arsyet reale pse një vendim gjyqësor nuk zbatohet. Këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje zyrtare dhe hetim, sepse nëse mjafton një kontratë durimi e lidhur një ditë para apelit dhe një vendim administrativ i ASHK-s për të bllokuar drejtësinë, atëherë çdo vendim gjyqësor mbi pronën mbetet i cënueshëm nga e njëjta skem. Vion